Ka ditë ku natyra vendos të na dhurojë një shfaqje që nuk harrohet lehtë. Sot jemi këtu në plazhin e Pelit, ku valët e detit takojnë një dritë krejtësisht ndryshe nga çdo ditë tjetër. Këtu frymarrja e detit duket më e thellë e pamjet flasin vetë. Sot është ditë e veçantë sepse ndodh eklipsi diellor pas 30 vitesh. Pas këtij udhëtimi mes detit dhe qiellit, mbrëmja na pret për një kafe të ngrohtë për të ndarë përshtypjet dhe për të shijuar natën që po zbret ngadalë mbi qytet. Këtu janë pamjet rrugës për të shkuar tek një lokal i cili më la përshtypje shumë të mira. Ishte lokal familjar dhe aty unë hëngra një akullore. Qyteti i Pelit më pëlqen sepse është afër detit, afër mbretit i themi ne. Kjo këtu quhet Lungomare di Peli, është lungomarja e Italisë. Shtëpia jo në fshat. Ja tek erdhëm edhe tek lokali, kjo është hyrja e lokalit. Ndërkohë, unë siç u thash, porosita një akullore, nuk kisha qef të pija në një pije tjetër. Dhe ja, na bëfte mirë. Pas bisedave të shumta, e mbyllëm darkën dhe u nisëm për shtëpi. Këtu janë edhe pamjet e rrugës. A kishte kapluar edhe nata. Kjo ishte në përgjithësi dita ime sot. Shihemi nesër për videon e radhës.